Për nder të 26 vjetorit të Rënjës, sot jemi në veriun e vendit të Mitrovicës, në kullën qendres të Kadri Kadriut dhe do të marrim në intervizë vllahën e tij dhe të shohim se cila është ajo ekspozita cilën e kanë hapur këtu në Mitrovicë. Përshëndetje i nderuar. E cika do me thënë se është për vjetori i Rënjës së vllahu tuaj. Dhe ju për nder të tij keni hapur sot një ekspozitë sepse dihet që ai ka qenë apasionuar pas artit dhe në përgjithësi sidomos pas pikturës, apo jo? Jemi në galerinë e Kadri Kadriut. Sot është 26 vjetori i Ramës, nata që i ka ra. I masakron ka qenë një ndër intelektualet e parë Kadri Kadriu. Kështu edhe ka qenë edhe shkrimtari i njohur Latif Berisha dhe Agim Hajrizi. Kështu që në kulturë kanë masakru edhe kanë vrarë njerëz kulturës dhe njerëz penës, se ka qenë edhe këngëtari i njohur Hakimi Sini. Se i kanë bërë këto rituale sërt, se ju ka penguar kultura dhe shpirti i shqiptarit, se të shqiptarët është kultura shumë e lashtë është. Pej që i lindëm, edhe deri të desin në qojnë 4 vetë të vorët që shqiptarët kanë kulturë. Për ata i kanë ba, dhe i kanë masakru, dhe i kanë vra këta intelektual edhe poplin gjithë. Fatmirësisht NATO i ka ra, dhe UÇK-ja kanë arrit që arritën së lirin. E ma shtrejtë si liria nuk ka kuqë. Mirë po dëshmorët dhe herojt, dhe njerës që kanë ra për tokë dhe viktimat, ata nuk kanë nevoj për ne, po ne kem nevoj për ta. Se ne seheri përkujtojmë për vjetoret e tyne, ne premzohëm dhe punojmë për atë dhe e qojmë amanetin e tyne në vend. Çdo njeri mundet me kontribu për atë dhe, edhe bujkinara, edhe intelektuali, edhe shkrimtari, edhe piktori. Lufta bëhet në mënyrat ndryshme. Vllai ka qenë piktor. Një vjetorin e Ramës Adem Jasharit ka shku me fen dhe me brush, ka marrë pjesë në ekspozitë. Se ka mënyra ndryshme që i ndihmohet luftës. Kështu që ne gjallët duhet të kemi pak ma shumë kujdes që në përvjetorët, si ky që është 24 marsi, që i ka ra nata dhe ka pru UÇK-ja të manifestojmë dhe të dim dhe të na përkujtohet vitën ku kena qenë për para në robri të Sërbëve. Këta NATO dhe UÇK-ja kanë arrit dhe shlirimi është gjeja me shtrejt për njeriun e atë dhejët ne gjallët ja kemë bërqë që të punojmë sa të mujnë për atë dhejë, me nderë dhe moral. I nderuar, vllai juaj si një ndër intelektualet më të shuar të këtij vendi, a ka lënë shumë vepra të artit? Do me thënë, a keni mundur ju të shpëtoni nga lufta vepra të shumta të tij të artit? Po, ai ka lënë vepra të artit, supozohet se ka pas 300-400 vepra. Mirë po mas lufte... Gjitha këto që po i shohim këto, a janë të tij? Gjitha këto janë vepra tina, kanë qenë në fundin e shtëpisë. Pajra NATO, kur jenë në luft, gjatë luftës, une me djallin e Kadrit Shpatin dhe me thmit e mi i kena bajt dhe i kena i kena srehu në një podrum te Adem Dauti. Pse e dishëm që edhe që vritet dikosh le t'jesin veprat e tij. Edhe kam shtu mas lufte, kena pas ekspozit, kështu i kemi rujt të vepra. Ka pas vepra edhe ma shumë ka pas. Mirë po ato supozohet se kanë qenë në për institucione i kanë marë, në për institucione se nuk janë ndjek, mirë për shumë që i kanë marë. Kanë qenë këpori franceze, kanë qenë shoqatat ndryshme, edhe ku jam shku, ku më lëmtu mas lufte, nuk ku mujtë me gjithë 3-4 vepra, s'ku mujtë me gjithë ma shumë. E këto që po i shohim, a kanë qenë do më thënë pjesë të tij të punës përditshme, sepse po shohim brusha, po shohim ngjyra të ndryshme. Të tij të punës janë ngjyrat dhe brusha, këtë llaut ne ka jep një lautar i cili u bajt festivali i llautës.
E aja ka dhuru galeristë. Po, do me thënë edhe është portreti i vllau Po, tuaj është portreti në tim, lahut. Po, me lahut. Ata e kanë dhuru galeristë. I falenderoj këtë.